Janë të mirë paguar këngëtarët që mirë për dasma. Tashmë. Nuk kanë Së qenë fundmi po. s'ka Së fundmi po. Pra, më përpara, edhe nëse ti ishe një yll i muzikës popullore, nuk të konsideronin? Jo. S'kan qenë këto pagesa. Kanë qenë pagesa, por jo s'kan qenë, domethënë ashtu siç duhet. Për një këngëtar live. Kush e rregulloi tregun? Kush e rregulloi tregun në radio? Ka edhe një sistem tjetër në atë kohë që lekët e merreshin kolegët që hidheshin, ka pas një lloj tjetër politike. Ajo është një ngërçe çik. Ose tani fusin Zare, para Zare. Po kur hidhet leku i merr nusa me dhëndën? Jo, i merr banda muzikore. I ka pas marr banda muzikore. Pastaj varet se mbyllet dielli. Artistët me një lloj standardi që vendosën mos shkojnë më kudo, se veçanërisht gjatësinë së verës, për tani nuk kam ditë të diele apo ditë të shtune për dasmat bëhen nga ana në të diel. Edhe mendoj kjo mbi ngarkesa në një moment i bëri artistët që të vendosin kushtet e tyre. Për të parë programin me Mbroma Yje, mjafton të bëni subscribe në kanalin Arbana Osmani në YouTube.